Në organizim të riasetit të Basisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në bashkëpunim me Myftininë e Kërçovës, u mbajt Akademi Shkencore për Betejën e Bedrit. Në këtë Akademi Shkencore për Betejën e Bedrit ligjëruan panelistët profesor Dr. Naser Ramadani dhe Dr. Islam Islami. Për më shumë rreth kësaj akademie foli edhe Myftiu i Kërçovës Qamil Efendi Rushiti. Po, në kuadër të organizimeve të Basisë Fetare Islame, riasetit Basisë Fetare Islame, janë disa aktivitete të cilat realizohen në nivel të qendror, mirë po i përfshin të gjithë muftinit. Si vjet me rekomandim të riasetit, u parapa që në muftinin tonë në Kërçovë të realizohet akademia për kujtimore e betejës Bedrit, betejë e parë në Islam, cila ka ndodhur në muajin e shejtë Ramazanit, konkretisht në ditën e 17 të këtij muaji. Prandaj ne sot si muftini i mirëpritëm të gjithë musafirët, delegacionin e lartë të Basisë Fetare Islame, udhëhequr nga sekretari gjeneral, mufti, drejtor të sektoreve të riasetit Basisë Fetare Islame, të cilët përcollën selamet dhe përshëndetjet e kryetarit Basisë Fetare Islame, Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetahut. Gjithashtu kishëm nderin që të kemi prezent dy profesor eminent Fakultetit Shkencave Islame dhe të medresesë, si ligjërues të kësaj mbrëmje, profesor Naser Ramadanin dhe profesor Islam Islamin, të cilët u paraqiten që të dy me kumtesat e tyre. Me këtë rast nga Myftinia e Kërçovës, për të pranishmit u shtrua edhe iftari përbashkët.